Atmosfera ishte e rënë dhe tensioni ndiej në ajër. Monika nuk po e përmbante më veten. Ajo u kthye nga Selina me sytë që i shkëlqenin nga zemërimi. Ti, Selin, s'ke fare karakter, tha ajo me zë të ngritur. Gjithë ditën vetëm hyp e zbrit në ashensor, sikur s'vi të bësh asgjë tjetër. Selina mbeti për një moment pa fjalë. Fjalët e Monikës e goditën drejtë në zemër. Ajo u përpoq të fliste, por zëri i dridhej. Monika, nuk është ashtu siç mendon ti, tha ajo me zë të ulët. Por Monika nuk u ndal. Ajo ju afrua edhe më shumë, duke i plasur fjalët në sy pa mëshirë, mos u justifiko. Të gjithë e shohin. Nuk merr përgjegjësi për asgjë. Vetëm shmangesh. Sytë e Selinës u mbushën me lodh. Ajo ndjeu një përzierje dhimbje dhe turpi, por edhe një grim force brenda vetes që po zgjoi. Ti nuk e di çfarë kam kaluar unë, u përgjigj më në fund, këtë herë me më shumë guxim. Është e lehtë të gjykosh, por më e vështirë të kuptosh. Për një çast, heshtja mbuloi gjithçka. Fjalët e Selinës e goditën edhe Monikën, e cila u step pak, por krenaria nuk e la të tërhiqej menjëherë. Tensioni mbeti pezull mes tyre, si një stuj që ende nuk kishte mbaruar.